E bes pse? Një mandatar për te vendosjes me një marrëveshje edhe për një agjend, si që po të nëzute edhe jo, edhe propozimin e LDK-s ka qenë. Tjetë një qeveri kalimtare, disa mujore, me një agjend përcaktuar dhe me një format. Qeverisës ta përballojmë deri në zgjedhjet për president, por kjo nuk hasin mirë kuptim. Tani jemi në prak kësaj dhe unë besoj që po punohet më shumë me bë shtyrje deri në mars, jo për me bë zgjidhje afatgjate politike. Do ishte gati, mendon zoti Kurti, që t'i lëshonte karrigen dikujt tjetër, qoftë nga partia e tij? Pak e besueshme. Roli presidentes Osmani, sepse në këtë moment duket se tashmë topi, nëse më herët ka qenë disi e kushtëzuar në proceset, tani topi është tërësisht në dorën e presidentes Vjosa Osmani për të vendosur se cili do të jetë zhvillimi më tutjeshëm çfarë do të ndodhë me Kosovën. Roli i saj do të vazhdojë në aleancë me zotin Kurti, do të kërkoj partneritete të reja me sjelljen që do të ketë në këtë moment, ku ky 10 ditësh është në dorën e saj çfarë do të ndodhë më pas. Po keni drejt, ajo po shef mandatin e saj të dytë, mundësinë për mandatin e saj të dytë, por në ka mbështetje politike, spakur në ka mbështetje të grupeve politike deri tani, dhe për të zgjedhur president e Republikës Kosovës me një quorum në parlament për 80 deputetësh edhe me një proces të zgjedhjes jashtëzakonisht të vështirë, pak e besueshme që zonja Osmani Sadriju do të arrijë me kriju ambient në këto zgjedhje. E vetmja mundësi për me shty agjendën është gara politike, që mund ta shkaktoj edhe për veten e saj, por vërteta e madhe është ajo është në procesin e daljes nga zyra, sepse zoti Kurti po bën gjitha zhvillimet politike që ta ketë në zyre një kryetar apo kryetaret të kuvendit, e cila ka me menaxhu edhe detyrën e ushtruesit të presidentit të Republikës. Në këtë situatë po bën zhvillimi jashtëzakonisht mëdha që zoti Dimal Basha me largu nga zyra e kryetarit të kuvendit sa më shpejt jetë e mundur dhe me kriju një rrethon treku, një presidente apo president nga radha vetëvendosjes për te i zotit Basha me morë këtë rol. Ku vetëvendosja mandej do t'i ketë të 3 institucionet kryesore në një menaxhim, në një kontroll, përkundër që krizë politike, po kriza do të vazhdon dhe këtë krizë politike vetëvendosja do të arrijë me i lidh kërthizën e tyre politike me një emër, dhe në këtë trekanç politike emri i vetëm, edhe i cili këto 3 vite ka udhëheq, po edhe planifikon të amon me çdo kush do të jetë i zotit Kurti edhe askush tjetër. Zonja Osmani, natyrisht, pas largimit nga LDK-ja, mori me vete edhe një grup të madh mbështetësish të Lidhjes Demokratike të Kosovës që i çoi në vetëvendosje në atë koalicion. Vazhdon të gëzoj këtë mbështetje zonja Osmani, apo janë kthyer në shtëpi mbështetësit e LDK-s? Sipas rezultateve zgjedhore nuk janë kthyer ende. Sepse parimi që edhe zoti Thaçi më herët, edhe zoti Kurti tani në raport me garën politike dhe kjo raport politik me LDK-n është se vetmja mundësi për ta fituar LDK-n është do ta fitojnë përmes LDK-s. Dhe zatën kjo është rregull edhe jetës dhe natyrës, po përdorimi i kësaj formule me fitu LDK-n përmes LDK-s edhe në rastin e vitit 2007 kur PDK doli partia e parë kundër LDK-s, edhe rastin e vitit 2020 kur zoti Kurti doli para LDK-s, shkaktarët kryesor dhe shkaktarët e humbjes madhe dhe dhimbjes madhe të LDK-s janë autoritetet e mëdha të LDK-s, këtë rast zonja Osmani Sadriju. Por ajo që thot populli buka që thyhet, që thehet, nuk ngjitet, po vazhdon të jetë problem serioz. Ne dim që një numër i madh i qytetarëve tonë ka mund të kthehen familjen e tyre politike në LDK, por ata që janë të pakënaqur me thyrjet, me dëmtimin e proceseve politike, ata po abstenojnë, ata nuk po morin pjesë, sepse edhe më tutje po vazhdojnë ta lexojnë një rol të atyre që fitojnë duke shkaktu dhimbje politike, duke shkaktu lëvizje të tilla politike për interesa caktuar politike, dhe po përfitojnë, po marrin zyre të mëdha.
po morin përmes rrugës shkurt, po morin mundësi dhe po kapin mundësi dhe kjo nuk është as shkollë e mirë për gjeneratat politike që po ndërtojmë ne, por edhe ata shpeqarë që paknacia e tyre arrin kulmin që nuk merr pjesë, abstenon. Dhe këtë herë unë po shoh mbi gjitha, këtë herë po shoh një përsëritje të ciklit viteve, të para 10 viteve, të atij rivalitetit LDK PDK, tani rivaliteti VV apo vetë vendosje LDK prapë ka atë zonën gri të qytetarëve që abstenojnë dhe nuk morin pjesë në procese politike. Që ka fjallën ishë simpatizant dhe mbështes LDK-s. Sepse kjo dallon kjo shumë me raport me shtetin shqiptar, apo me Republikën e Shqipërisë, atje militantët vazhdojnë me ushqy dhe nuk ka zonë gri, nuk ka zonë ku njerëzit abstenojnë, nuk morin pjesë në garën e pshtymës. E vërtet është. Por në Kosovë kjo është diçka që është pjesë e kulturës tonë politike. Çfarë po planifikoni me Fatmir Limaj në nismës? Fatmiri ja ka kthyer dashnin LDK-s si duket tash, më shumë se kur ka qenë nën kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës. Por raportet e bashkëpunimit politik me zotin Limaj, LDK ka nga koha e bashkëpunimit, apo raportit që ne kemi pas në periudhën e kryetarit tretë LDK-s, Isa Mustafa, në veçanti, por edhe për tek kësaj në negociatat e Vjenës, ku ai ka marrë pjesë në delegacionin e zotit Thaqit dhe grupin e unitetit që presidenti Rugova, respektivisht presidenti Sejdiu ka udhëheq. Ka një lloj bashkëpunimi politik, por zoti Limaj si kryetari i nismës ka histori tjetër të bashkëpunimit të raporteve me LDK-n. Kjo është diçka që dallon këtë fazë, se sa zoti Lumir Abdigjiku do të arrijnë me ofru dhe me ndërtu këtë bashkëpunim edhe me bë funksional, do të jetë çështje ditësh, javësh, por nuk po shoh shpejt zhvillime interesante që mund t'ju them juve në këtë mëngjes të ardhshme dhe audiencës. Jo, e kuptoj, po është bashkëpunim në funksion të zgjedhjeve të ardhshme apo të situatës aktuale? Pra, nëse, çfarë po synon? Ma shumë është në funksion të zgjedhjeve të ardhshme. Sepse për tani zoti Limaj është pozicionu politikisht, ai ka pozicion për te i gjithëve, ka pozicion politik. Nëse zoti Kurti ja ofron marrëveshjen politike sot për kryetar të Kuvendit, zoti Limaj është partner i ri i zotit Kurti, ai shkon, është punë e kryme. Sepse ai e ka këtë kërkesë, nuk ka vot pa mbështetje politike, pa marrëveshje politike. Por takime me zotin Abdigjiku ka të bëjë për te këtyre zgjedhjeve, besoj.